Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Falëndrime dhe lavdrime gjithmonë qofshin për Zotin tonë, për shëndetjet tona më të mira, me salate dhe selame, për her qofshin mbi zotërinë tonë, pejgamberin tonë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi mbarë ata që ndjekin rrugën e tij gjatë ditën e gjykimit. Të nderuar të shikues, kudo që jeni dhe na shikoni nëpërmjet ekranit të TV-s, vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jemi direkt nga studiot të TV-s nga Prizreni, pra në emisionin tonë javor Islami dhe jeta, emisionin i cili do të vazhdojë pra gjatë ditëve në vazhdim, gjatë muajve në vazhdim, çdo të premte nga ora 20:30. Të nderuar të shikues, kishim kënaqësinë që këtë ditë në qytetin tonë Prizren, po edhe në çdo qytet tjetër të Kosovës të presim haxhit, të cilët patën udhëtuar para 3 javë, para 3 javë dhe qëndruan gati 3 javë ditë në tokat e shajta në Mekë dhe Medinë. Prandaj, tër ato biseda të mira që i kemi dëgjuar në shtëpitë e tyre duke i vizituar ata, tër ato muhabete të mira dhe mbretësit e tyre, patjetër që edhe neve ishim kurështar që jo vetëm ne, cilët i vizitum haxhit, por edhe ju të cilët na shikoni nëpërmjet ekranit të TV-s, ti ndëgjoni këto rrëfime, ti ndëgjoni këto mbresa, ti ndëgjoni këto projektime nga haxhit. Mesin e tyre, sot të nderuar të shikues, pra kemi organizatorin ose përndryshe udhëhecin haxhive të Prizrenit, sekretarin Këshillit Bashkisë Islame në Prizren, Orhan Efendi Bislima. Orhan Efendi, mirë s'keni ardhur. E kemi haxhi Nuridinin, haxhi nga Prizreni, haxhi mirë s'keni ardhur. E kemi edhe haxhi Dibran Mehmedaj, haxhi nga Prizreni, haxhi mirë s'keni ardhur. Patjetër që ajo që më shumë të ndoshta kalon për shtypje ishte vizitat, si thashë në fillim, pra duke shkuar për me u bë për herë njerëz haxhillokun ata që ishin haxh, për shtypjet ndryshme patëm dëgjuar dhe bisedat ndryshme, dhe thamë që ato muhabete të cilat i kemi dëgjuar, s'paku të dëgjojnë gjithë këta të shikues. Orhan Efendi, s'pari si hyrje flasim diçka rreth udhëtimit haxhillokut si ibadet. Patjetër që udhëtimi i haxhillokut të njerëzve nuk është turizëm ose humbje kohësh që shprehen ndoshta disa njerëz, por në të njëjtën kohë është edhe një ibadet të cilin Allahu xhaleshana ka urdhëruar. Çka mund ta thonin këtë pikë? Bismillahirrahmanirrahim. Ju falenderojmë për ftesën. Është e vërtet se udhëtimi i haxhit, udhëtimi që muslimanët prej 4 anëve të botës e bëjnë në vendet e shenjta, nuk është një udhëtim që shumë kush i ka qef ta quaj si turistik. Mbi të gjitha është udhëtim i ibadetit, sepse muslimanët shkojnë atje për ta madhruar Zotin xhallashanuhu dhe për ta kryer një obligim që cilësohet dhe kategorizohet në fenë islame si njëri prej kushteve të fesë islame, respektivisht kushti i 5. Dhe kushdo që i ka mundësit materiale për të shkuar atje, duhet shkoj sa më parë. Dhe udhëtimi i haxhit, le ta pranojmë se është pak një udhëtim specifik, pasi që implikon edhe vështirësi. Ne kemi patur rastin të udhëtojmë edhe në vendet e tjera dhe kemi vizituar qytete të ndryshme, edhe shtete të ndryshme, edhe monumente të ndryshme. Por ai i cili ka shkuar në vendet e shenjta, e ka vizituar Qaben në Mekë, e ka vizituar xhaminë e pejgamberit alayhis salam në Medinë, ka qëndruar në Arafat dhe i ka vizituar ato vendet e shenjta që janë në atë pjesë, duhet besoj që nuk mund ta krahasoj me asnjë udhëtim tjetër turistik. Nuk mund ta krahasoj në asnjë mënyrë, edhe për faktin se të gjithë ne që ja kemi mësuar kësaj rrugë dhe të gjithë haxhilerët që ja kanë mësuar rrugës së haxhit, paraprakisht e dinë se implikon vështirësi. Dhe në një llogaritje të rëndomt, në një udhëtim që njeriu ja mëson turistik për të shkuar dikon tjetër në ndonjë vend tjetër të botës, nëse e di që ka vështirësi, ai nuk niset hiç. Por beson që ka lehtësi, shkon dhe
nuk ka shumë vështirësi, ka kënaqësi e tjera, ka relaksim shpirtëror. Por në udhëtimin e haxhit, përkundër faktit ne dimë që është një udhëtim pak me sakrifica. Në mos asgjë tjetër, do të shkojmë të futemi në atë guzhmën e njerëzve. Unë e kam quajtur një detitor i njerëzve që kanë mësuar vendet e shenjta me shku dhe me madhru Allahun. Edhe tash në këtë konstelacion, këta të cilët e marrin rrugën për të shkuar në vendet e shenjta, paraprakisht janë të vetëdijshëm se do të kenë edhe vështirësi. Por njëkohësisht paraprakisht janë të vetëdijshëm se madhrimi i Allahut xhalla shanuhu është kënaqësi mbi kënaqësitë. Vizita e vendeve të shenjta është një ta quaj një egzaltim i vërtet shpirtëror, kur njeriu duke qëndruar në ato vende është i vetëdijshëm se është duke qëndruar në një shtëpi në Kabe, në Bejtullah, e cila ashtu siç ka thënë Allahu në Kur'an, "Awwalu bejtin wudi'a lin-nasi", është shtëpia parë që vendoset në sipërfaqen e tokës për të madhruar Allahu xhalla shanu. Edhe si e tillë është cilësuar, si shtëpi e parë, si vend, si kult i parë, ku muslimanët e kanë madhruar Allahun. Edhe na dim prej historisë se si vend i shenjtë është trajtuar Mekja edhe prej të tjerëve. Do të thonë para kohës pejgamberit alayhis salam, edhe para Hazrat Ibrahimit alayhis salam. Edhe kur në mesin e atyre shoqërive aty përreth kanë mbretëruar politeizmi, pra kanë qenë mushrikin, edhe ata kanë trajtuar si vend shenjtë Mekën. Edhe Kaben, që do të thotë kanë patur një dije hyjnore të transuar gjenerat pas gjenerate ndër shekuj, prej gjeneratës së parë të njerëzimit, prej shoqërisë së parë, prej Ademit alayhis salatu wassalam, dhe sekondemi, ai vend është i tillë i zgjedhur prej Allahut. Dhe me të vërtetë pavarësisht të vështirësive, kemi shkuar në një vend që Allahu ka bekuar dhe ka zgjedhur si vendin më të mirë të botës. Patjetër, Efendi, ky udhtim në të njëjtën kohë pra pak e largim ndoshta edhe prej familjes, po me një duke kërkuar nga Zoti që to arritoj gjithë atyre që janë nis, pra inshallah Allah xhalla shanuhu ka bërë të mundur gjithë haxhive të cilët janë kthyer pra prej tokës së shenjtë, Allahu t'u ketë pranuar këtë udhtim, këtë ibadet siç përmendët edhe ju. Haxhi Nuridin, po më intereson di pak më shumë ju për herë të parë keni udhëtuar në haxh. Ndoshta ka qenë udhëtimi i parë ju jashtë Kosovës që jeni nda me familje. Nga familja. Po më intereson di pak për ato ndjenjat e juaja në momentet e para kur e regjistruat emrin, pra ose kur e morët konfirmimi se jeni ndër haxhit që do të udhtoni, edhe emocionet, ndjenjat, atë ditë kur u bë dua në xhamin e Baraklis dhe ndarja nga familja. Po në fillim ishte pak si emocionale shumë për mua, shpirtërisht e kam fjalën kështu. Nuk mund që t'ja them askujt që ndihem krejt ndryshe, pasi që mu mundësu të shkoj për në haxh, që ata kisha dhe andër tjetës, pasi që të musliman edhe duhet të ketë. Pastaj me familje, masi që unë damë prej familjes dhe udhëtuam për në haxh me shku një rrugë e lartë pak, ta të thamë pak se edhe e mundimshme për dika apo për dika tjetër, mundim i shishëm, i këndshëm. Ishte sepse e dinim se çfarë bënim dhe ku shkonim, për çfarë qëllimi. Qëllimi ishte i njëjtë i gjithëve. Edhe unë kisha kënaqësinë të shkoj atje, ta vizitoj atë vend ku Allahu ka caktuar për gjithë muslimanët një për 5 shtylla, edhe ajo është obligimi joni, sipas mundësive kuptohet. Mu dha mundësia dhe falënderimi takon Allahut azza wa jall. Dhe vazhduam udhëtimin. Pasi që vazhduam udhëtimin, u ndam nga familjet tona, u bashkuam si vëllezër gjithë muslimanët që bashkohen, dhe nuk kishim emocionet se ishim vet apo ishim pas kanë, sepse po dhe të ishim vet krejt, prap nuk jemi vet se kemi krijuesin, kado që të jemi. Allahu është me ne, si që tha pejgamberi alayhi salatu wasalam shokut të tij Abu Bekrit radiallahu anhu.
Kështu që ne ishim vëllezër musliman bashkë duke shkuar, duke udhëtuar një numër bukur i mirë, dhe ishim të organizuar në mënyrë të mirë, kështu që kishim këshilla të ndryshme prej organizatorëve. Pikë së pari falënderimi takon Allahut, pastaj organizatorëve të cilët na mësonin, na tregonin dhe si të veprojmë, çfarë të bëjmë. Edhe pse na kishim lexuar për disa gjëra, por prap nuk I kishim të qarta, s'di si ta them ato nga emocionet që ne mendonim se mos po gabojmë diçka apo nga frika e asaj që nëse gabojmë diçka si ta përmirësoj e qysh, kështu që bëni pyetje pak më shpesh, I mërzitni pak, ndoshta, po them, organizatorët, po jo, nuk ka qenë lodhje për ata, vetëm ishte kënaqësi të pyesim, dhe ne jepsnim përgjigjen me plot kënaqësi, dhe ne ishim të lumtur gjatë gjithë udhëtimit, kështu që nuk kemi ndi lodhje nga kënaqësia kur ata e thunin fjalën lebejk, Allahumma lebejk, ne përsëritnim me ta, kështu që na tregonin këtu do të shkojmë, aty do të jemi inshallah, e kështu me radhë, na tregonin disa gjëra që ne nuk kemi ditë fare ato dhe kemi pas nevojë për me ditë, edhe ka nevojë çdo musliman me ditë, që është musliman që e dëshiron ato dhe ja do shpirti, që I ka mundësitë si me shëndet, ashtu edhe me kushte ekonomike kuptohet, ja mundson Allahu, dhe pastaj nuk di si ta përshkruaj atje se si kemi kalu, çfarë ndjenje kemi pas pasi që mrim në Mekë. Shkuma vështirësi të rrugës ka pasur pak, kuptohet, po çdo udhëtim e ka vështirësinë e vet. Kurse kjo nuk është udhëtim I vështirësive, është I sakrificës të një muslimani që për hir të Allahut, që Allahu ka caktuar, dhe është shtyllë për shtyllave islame, muslimani nuk e vlerëson këtë si vështirësi, por sakrificë për shpirtin e tij, për ta pastruar shpirtin nga mëkatet e tij, inshallah taala, thon, edhe kënaqësinë e tij shpirtërore ta fitojë më tepër se që ka pasur, ta realizojë ëndrrën e tij, e të shkoj në vendin e shenjtë, ku është vendi I parë ku është për ibadet, ku është vendi I parë ku është edhe njeriu I krijuar, e nga aty njeriu kur të shkon në një vend nuk din se si ta përshkruaj pa e përjetu atë ndjenjë në vendin e bekuar aty ku Allahu e ka caktuar për ibadet së pari. Haxhi, me vërtet fjalë të cilat ndoshta sa do pak secila prej tyre po lën nga një mesazh në vetë, pra po e bart në vetë atë mesazhin e vet, por mbi gjitha siç përmendët edhe ju, pra vllazëria është ajo që I ka bashkuar atje, pra duke I harruar ato të kaluarat ose duke harruar mërin, piklin ose diçka që kemi pas mes, vllazëria është ajo që I ka bashkuar gjithë atje. Haxhi Tibran, ju si vjet pra shkut në haxh, ndoshta prej haxhive më atri që mund të themi. Po, ju në të njëjtën kohë nuk është hera parë që dilni jashtë Kosovës, ju jeni edhe në Gërbet punoni, që disa vite. Po më intereson pak di, a ekziston mërzia e njëjtë, sikur ju gërbetçarët kur rini në Gërbet, edhe nëse I keni familjen, pra gruan edhe fëmijët, por këtu në Kosovë mbesin baba, nana, vllazët edhe motrat. A ishte mërzia e njëjtë sikur në Gërbet që ishit, edhe sikur në Qabe ose në haxh këto ditë që shkut, apo dallonte mërzia prej Gërbetit në tokat e shenjta? Me të gjitha faleminderit për ftesën. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi I takon Allahut. Po ti përgjigjem pyetjes, mërzia e Gërbetit është këtë ndryshe. E shkuar në haxh, mërzia nuk njihet se kënaqësia mund mërzin. Kënaqësia është më e madhe se sa ajo për shkak që të mungon ty familjarët ose dashurit e tu. Po sa I përket shkuarës në haxh, sado që do të mundohem unë të shpjegoj si kum kalu atje ndjenjat e mia, nuk mundem mi përshkruaj, ndjenjat veç përjetohen. Nuk është e njëjtë sikur ai që han baklav, sikur ti që nuk hash e këshyrish. Ai që han e din lezetin, e din amëlsin, ti veç mësh me këshyr ata me shku lang për goje. Kështu që falënderimi I takon edhe udhëhecave tanë që kanë shumë palodhshëm, nuk kanë ditë më lodh, nuk kanë ditë më mërzit kur. Po I kisha bëni një lutje të gjithë atyre që
kanë mundësi me shku në Haxh, mos ta vonojnë. Mos vonohen që me shku vitin, aq se shkoj vitin tjetër, që mu pendu, kur shkon atje, sigurisht ka mu pendu. Pse shkova vitin e kaluar? Se kur ta mundon mosha, kur ti bën disa vite, i bën 60 vite, atëherë ati i pengon gjithçka Haxhis. Sa nuk e ka shnetin, ati i pengon për shembull ushqimi, i pengon lodhja. Ai udhtim është një udhtim me sakrificë, që sakrifica ati është veç se knasi. Tash për shembull me shku ati me kalu një natë këtu që kena kalu në Arafat, që kena kalu në Muzdelife, ti nuk mundesh me qëndrua këtu. Po ajo kon veç se knasi për shembull me vllaznitë që ke pas për rreth. Janë ndjenjat pa përshkrueshme. Veç përjetohen. Po, me të vërtet, pikërisht është ajo pra që ndoshta neve për herë të parë jemi po më shumë prej haxhive, jo më shumë, por shumicën e haxhive për herë të parë ndoshta i kemi po. Mirë po, brenda një kohë shumë të shkurt arritëm, isha edhe unë pranë Haxh, ajo është e vërtet, arritët bashkoheshit, banit muhabet, nuk ju pengoj që ndoshta as gjuha, ky po flet ashtu, tjetri ashtu, ose edhe atë llojshmërinë që shihnit në xhaminë e pejgamberit ose në çave, njerëz me miliona. A ishte me të vërtet ai bashkimi, afrimi, vëllazërllëkët që ju afroi gjithëve? Ajo është padyshim që është ajo se kur është dashnia për Allah, është e sinqert. Kur e dush njërin pa interes, e dush për Allah, ajo është padyshim që ka me kon vllaznie sinqert. Edhe pse nuk e njohësh, për shembull, është një kudo që të jetë, le të jetë prej Kinë, le të jetë prej Malajzie, prej Turqie, kudo që të jetë, ato e dush veç për Allah, e dush veç pse është musliman. Ta bën Zotit dashëm ato me dasht. Se jenë vende ku nuk ka urrejtje, ku nuk ka vend urrejtja, aty ka vend veç kënaqësia. Se me ibadet je afër Zotit edhe kështu që kënaqësia është e madhe. Haxhi Zibran, po ndalëm prapë sërish te ju, thash ndoshta keni qenë prej haxhive, mëse kam informata prej haxhive më të ri. Cila ishte ajo dallimi ose mund të them ato mundësitë që ju si haxhi të ri bashkë me të tjerë që kanë qenë më të ri, ti kryeni ibadetet, ato obligimet me kënaqësinë krahasim me të tjerët që ishin të më shumë, pak më me vështirësi, pra që i kryenin obligimet, por jo sikur ju që ndishit atë kënaqësinë, lezetin e kryerjes haxhillëkut. Po qëllimi jam nga nisja prej këtu kur jam nis për në Haxh, qëllimi jam apo niyet jam që edhe pse unë mundet mi bë të gjitha vet, nëse Zoti nuk më merr shnetin, unë do t'i kryj vet. Po unë jam i kënaqshëm, jam kur i kum ndihmu në plaket, ai që ka pas nevojë. Me ka për shkak me që dorën edhe më ndihmu aty me hecaj, me hec për shkak në Arafat, se aty është mundim, me të vërtetë është mundim i madh. Është turmë njerëzve, që plaki për shkak e hup edhe koncentrimin, nuk mundet me najt i bashku me grupën. E hup grupën e kështu që elhamdulillah Zotit që ku mund me ndihmu pleqve. Edhe jam krenar që ku mund me ndihmu. E halal ndërkohë të gjithë atyre që u ndihmu. Inshallah. Orhan Efendi, kthehemi pak te ju, pasi që keni qenë edhe udhëhecës nga Këshilli për Islamin në Prizren. Po më intereson ndi, por edhe gjithë të shikues tanë të marrin vesh pak për detajet rreth organizimit të haxhillëkut. Pra si bëhet organizimi, duke u nisur nga dita e parë kur një person ose një haxhi dëshiron për me shku dhe bën jetë për me shku, çka të bëjë dhe si të veproj? Natyrisht haxhi shpallet prej organizatorët kryesor që është Kryesia e Bashkisë Islame e Republikës Kosovës me Selim Prishtinë. Mirë po, ne këtu në komunën tonë të Prizrenit, Këshilli i Bashkisë Islame i Prizrenit e bën organizimin e të gjitha atyre që janë nga komuna e Prizrenit. Dhe kësaj veprojnë edhe komunat e tjera. Secili haxhi që jam mësyn regjistrimit për të shkuar në Haxh, duhet lajmërohet në zyrat e Këshillit të Bashkisë Islame të Prizrenit, do ta ketë pasaportën biometrike, ajo që është me kopertinat kuqe, 2 fotografi, dhe çmimi ka qenë publik për këtë vitin që shkoj, 2016, Haxhin 2016 ka qenë 3400, e për vitin e ardhshëm akoma nuk u zhbon kjo, po nuk e dim. Sigurisht nuk ka lëvizje të çmimi që 2 vjet apo 3 janë me sa di janë kësaj.
Dhe kaq, më pastaj vazhdojnë disa procedura siç është vaksina, trajnimi që e bëjmë me gjithë kandidatët e rinj për haxh para se të shkojnë në vende të shenjta, që mundohemi pak a shumë t'ju sqarojmë dhe themi t'i afrojmë me vendet e shenjta para se të nisen për të shkuar atje. Dhe vjen procedura nisjes dhe më pastaj në vendet e shenjta kemi organizim sipas itinerarit caktuar atje në Mekë dhe në Medinë, ku për secilën herë jemi në kontakt me haxhilerët, bisedojmë, i udhëzojmë, udhëheqësi e ka këtë rol, për Këshillit të Bashkisë Islamit për Zërin në këtë vit kanë qenë 4 udhëheqësa, dhe secili nga ne me atë sa kemi patur mundësi, me atë sa kemi mundur, kemi qenë në shërbim të haxhive dhe i munduar të japim më shumë se sa mundemi. Ta japim maksimumin edhe nga aspekti organizativ, po edhe nga aspekti i fjalëve, i udhëzimeve, qoftë në mënyrë grupore, qoftë në mënyrë individuale aty këtu ku kemi patur mundësi. Dhe në këtë drejtim duhet besoj që secili nga ne është kon kënaqësi, që është tha edhe Haxhi Nuridini, kur drejtohet dikush, zakatul ilmi nashruhu, zakati i dijes është me shpërndar. E tash haxhi ka disa rregulla specifike. Dhe është shumë e rëndësishme që udhëheqësit t'ju rrinë gati haxhinjve, që mos bëjnë ndonjë veprim që më pasaj duhet kompenzohet me kurban me prerë të kurbanit. Se çdo gabim që mund të bëhet, që mund të bëhet, në çdo lëshim që mund të bëhet në vendet e shenjta, në kohën kur fillon kryerja e haxhit, atëherë ajo ka dhe pasoja. E kompenzimi këtyre pasojave është zakonisht me prerje të kurbanit, qoftë kurban të vogël apo të madh. Në këtë aspekt nuk kemi patur ndonjë rast dhe kemi qenë vazhdimisht në leksione, në udhëzime ndaj haxhive që ti përmban edhe sinqerisht tam ka qenë një strukturë e grupit, edhe pse në këtë vit kemi qenë në numër 133 haxhi nga Prizreni, ka qenë një strukturë ideale. Pjesa dërmuese mund të them kanë qenë të rinj. Kemi patur disa me grup mosh pak më të shtyr, por se edhe ata kanë patur një vitalitet shëndetësor, por shumica kanë qenë zotë vetvetes, kanë qenë me nivel arsimor, qoftë me shkollë të mesme, me fakultete, kanë qenë ka patur për tyre biznesmen, afarist, suksesshëm, familjar, ka qenë një strukturë perfekte që neve na ka lehtësuar shumë me mbajtë udhëheqjen nën kontroll. Shumë na ka lehtësuar. Plus kësaj që altruizmi në mesin e grupit të Prizrenit ka qenë në nivel të jashtëzakonshëm. E përmend Haxhi Dibrani se kemi patur raste kur njëri tjetrin ndonjëherë duhet i ndihmohet. Edhe ne kemi patur nevojë për ndihmën e grupit, e personave të grupit. Prandaj edhe në shumë raste kemi angazhuar me detyra ku i kemi thënë se ose rri anash ose rri mbrapa që mos ndahet dikush për grupit, sepse ndarja është shumë e mundshme atje për grupit, pasi që bëhet fjalë me një guzhëm të njerëzve, por fatmirësisht ka shkuar çdo gjë në rregull, edhe neve na kanë ndihmuar kjo strukturë e kandidatëve të Prizrenit, haxhive të Prizrenit, që kanë qenë të vetëdijshëm, pastaj edhe sapo e kanë mësuar disa gjëra, nuk kanë qenë atë nevojshëm për direktivat e udhëheqësit. Ata kanë vazhduar vetë ibadetin në Çabe, kanë shkuar në mënyra individuale, shoqërore, 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, 8 vjet. Edhe me orë të tëra kanë bërë ibadet në Mekë, pra në Çabën e bekuar, si edhe në xhaminë e pejgamberit alayhis salam në Medinë, dhe kanë qenë kënaqësi vërtet. Ora në vendi pak nëse ka mundësi pra në pika shkurtë të na përshkruani edhe atë udhëtimin që bëhet pra
prej nisjes këtu nga Prizreni, më pas nga aeroporti i Prishtinës, në pika shkurta që të kuptojmë si ka shkuar tëra e procedurë derisa është kryer pra haxhillëku. E që na kemi shkuar prej aeroportit të Prishtinës direkt për në Mekë, atë na është dashur që të veshim ihramat. Ajo pjesa që përbahet prej pjesës së poshtme dhe pjesës së epërme, edhe që secili haxhi e ka obligim, pra xhenia mashkullore e ka në obligim me vesh ihramin. Është prej kushteve të haxhit. Na ihramin e kemi vesh në aeroportin e Prishtinës, edhe me të vërtet tash aeroporti po na ofron një komoditet pasi që aty gjendet edhe faltoria. Ka qenë e mundshme me lehtësi që ta realizojmë këtë obligim. E kemi vesh ihramin, ndërsa kur kemi hipur në aeroplan dhe te vendi i mikatit ku duhet ta bëjmë njetin për umrë, pasi që paraprakisht e kemi kryer umrën derisa të filloj koha e haxhit, atëherë është dashur secili prej haxhive ta bëjnë njetin për umrën. Njetin e kemi bërë duke qenë në aeroplan dhe ekuipazhi i aeroplanit na ka lajmëruar se këtu është mikati, koha kur ju duhet ta bëni njetin. Në atë moment i kemi dhënë udhëzime praktike se si duhet bërë njeti për umre, është bërë njeti dhe ashtu të veshur me tesha të bardha, të gjithë si vëllezër, kemi shkuar drejt në Mekë, jemi stabilizuar në hotel dhe aty e kemi patur edhe ushqimin në hotel. Ka qenë ushqimi me të vërtet, tash kjo pjesë është e organizim i organizatorëve kryesor, pra i Kryesisë Bashkisë Islame të Kosovës, por kushtet kanë qenë të mira, shumë të mira. Në hotel janë kanë shtretët e mirë, dhomat, secila prej dhomave ka qenë me klinë, kanë funksionuar 2 lifta, 2 ashensor, restoranti ka qenë gjithashtu i mirë, me meny të begatshme, 2 herë ushqim në ditë, po ashtu le ta përmendim kanë qenë autobusët e hotelit, të cilët ja kanë mundësu, kush ka dash ka shku edhe në kam, 35 minuta 40 ka shku prej hotelit në Qabe, por kanë qenë edhe autobusët që kanë lëvizë vazhdimisht. 5 vetë u pasbo ke hip në autobus edhe i ke thonë hec, të ka qu drejtë në Qabe. Dhe një autobus e ka pas detyrim me prit të parkingu, që ata cilët e kanë kryer ibadetin në Qabe, kanë mundur më këthyje pa humbur kohë në hotel. Ka funksionuar deri në një periudhë kur për shkak të komunikacionit të dendur, Ministria e Haxhit dhe Umrës është detyruar që të merr masat për ndalimin e autobusëve kur është afruar zakonisht koha e Bajramit, pasi që kanë pa mundshme prej njerëzve me lëviz ose edhe nuk u kanë e levërdishme ke hyp në autobus dhe ke mbet në kolon. Kështu që më mirë na ka rënë ndonjëherë me ecë në kom sesa me autobus, edhe në 2-3 ditët e fundit para Bajramit nuk ka patur autobus, nga se ka pas shumë njerëz. Në atë kohë kanë mësuar njerëz prej 4 anëve të botës, pasi që ka koha e Arafatit. Kemi dalë në Arafat, si shkurtimisht po i bi, kemi shku në Arafat, dhe në Arafat, para se shkurës në Arafat, e kemi bo njetin për Qabe, për njetin për haxh, njetin për me kry haxh. Kemi qëndruar në Arafat një ditë deri në perëndim diellit, kemi vazhduar në Muzdelife. Prej Muzdelifës kemi patur autobus, edhe prej Arafatit dhe prej Muzdelifës, në Mina i kemi bërë gjutjen e gurëve, po pastaj ato procedurat e ibadetit që janë lirimin nga ihrami, qethja apo rrurja, lirimin nga ihrami dhe kemi vazhduar me tavafin kryesor të haxhit, sajin mes Safas dhe Mervës, ecjen mes Safas mes 2 kodrave Safa dhe Merve, edhe me këta e kemi rrumbullaksuar haxhin, respektivisht edhe 2 ditë mbrapa kemi bërë gjutjen e gurëve në Mina, e kemi kryer haxhillëkun shkurtimisht, unë i përmbledha pasi që janë për 2-3 javë kemi kryer gjitha këto, unë mundova që për disa minuta me i thonë. Haxhi Nuridin, tash po kalem në atë pikën tjetër ku përmendi pra Orhan Efendia që ishte edhe prej udhëheqësve të haxhive.
shkuarja juaj për herë të parë pra në Çabe, ose ballafaqimi ose pamja e parë Çabës. Çfarë ndjenja, çfarë emocione, çfarë mbrese lanë veten tuaj? Pamja për shikimi i parë kur ne pam Çabën, nuk di si të përshkruaj ato, por ishte aty fliste ma shumë loti se sa që mund që të flisja unë dhe vetëm lutje e dua, si që kemi ndëgju nga mësuesit tanë që i kemi këto në Prizren, janë edhe të mrekullueshëm që na spjegojnë shumë mirë, na kemi ndëgju edhe nga tjertë që nuk janë këtu se kemi tash mundësinë me rrjetet sociale që po ndëgjojmë derse të ndryshme. Kështu që kur shkova atje, bona disa lutje, si e pash për herë të parë, disa lutje që kisha dëgju, që të më falë krijuesim, mua dhe gjithë muslimanët ka të që ne t'i shpëtojnë nga të këqijat e t'i nga të mirat. Kështu që kërkova nga kaluara ime, e tashnja dhe të ardhmen, ta bëj më të hajrit për mua më të mirën. Shikimi i parë ishte kjo, doa, kjo lutje, dhe ta mbroj familjen time që u ndova nga ta, po nuk ndisha mërzi ashtu si që ndihet mërzia të themi të largohesh prej familjes që është dikun tjetër. Kështu që ishte pastaj Arafati ishte kënaqësi shpirtërore, ta them një anë tjetër, kur e dishe si e të kry një obligim tek Allahu Azza wa Jall, shumë të rëndësishëm për muslimanin që është. Edhe isha shumë i kënaqur, edhe pse kishte vështirësi për mua, për të tjerët, por edhe Muzdalife ishte shumë kënaqësi edhe aty kur shkuam, që unë ato vende kisha dëgju, e nuk kisha mund të shkoj të përjetoj ato që kanë përjetuar të tjerët para meje, dhe inshallah të ta përjetojnë të gjithë mas mesh. Kështu që duat, lutjet nuk u ndërprenin si aty si kur shkuam në Medinë atje, te xhamia e pejgamberit alayhi salatu vesselam, por ishte edhe një përshtypje që kur shkuam në Çabe aty, e pam Çabën dhe na shkonte në mendje gjithmonë hiç asnjë moment, asnjë çast pa e harru, as edhe një herë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vetëm në rinde në mendje se ai ka jetuar aty, ai ka qenë aty, edhe ai i ka drejtuar njerëz, ka marrë e mira, dhe më shkonte në mendje, thosha, sa pak, mua është më duke personalisht, po flas, sa pak praktikohet suneti i tij, sa shumë ka përparu vendi, po ta praktikonim 100% që na mësoj ai, na edukoj ai, do të ishte shumë i përparuar ai vend edhe mbar bota. Mendimi im individual është ky, kështu po thamone, edhe besoj që është tamam me vend, sepse ai nuk ka pasur diçka që ka qenë ndërprerje ose ndalesë e stopuar, po vetëm paqe, tolerancë, mirësi, butësi, buzëqeshje, harmoni, jo ta thotë ta quaj fjalën se fjala e keqe vetë është e keqe, s'ka nevojë ta rrisim në më tepër, kurse edhe fjalën e mire nuk ka të rrisim më tepër as ata, as ta zvoglojmë, sepse ka emrin e saj të mirë e mire. Kështu që çdo gjë ka në mire, edhe lutjet, edhe duat që kemi pas nevojë për ato dua, edhe disa të vllaznive që na kanë shkruar nëpërmjet rrjeteve sociale Facebook, na kanë shkruar bën dua edhe për mua, edhe pse kishin qenë atje, na bënim dua edhe për ta, ku na u jepte mundësia, pa i kursi fara dhe ata, edhe pse nuk i kemi kursi edhe kështu vetë, për të gjithë kemi po dua, na kërkonin dua, ne banim dhe kështu, e deshta të dalë të pak të moshat, të rritë mosha e re, mos ta presin një kohë t'i kaloj, t'i shkoj si që tha Haxhi Tibrani pak më herët, një vit me të kalu, do t'a kërkosh atë vit pse t'ka ikë. Kështu që na, sa jemi pak më të ri, është më e lehtë për neve, nuk ka vështirësi që ta kryjmë obligimin tek Allahu, sepse vetëm të presish një kohë të gjatë, të jesh axhi, ka mundësi dhe dikush prej mundësive nuk ka pas mundësi të shkoj, ka në moshën e pleqërisë, e ka prit që të vi në ato kushte jo fizike të mira, ashtu edhe ekonomike bashkë të mira, po ja ka mundësu Allah dhe ka ardhur deri aty, kështu që i këshilloj të gjithë vëllezërit musliman kudo që janë nëpër Kosovë, mbar botën, ka do që janë, që na dëgjojnë, na shikojnë, edhe motrat muslimane, sa më të ri që janë, që ka moshën e re, të janë më të fortë fizikisht, ashtu edhe psikikisht, edhe moralisht, të shkojnë, të kryjnë ibadetin, sipas mundësive kuptohet, nëse kanë mundësitë, edhe kjo do të jetë më e mirë për ata, edhe kështu që do të shkojë gjithçka më mirë. Edhe pse ka qenë shumë rregull, shumë mirë, shumë jemi të kënaqur,
nuk muj me gjetë një ankesë me thënë që une po ankohem për këta, ose për këta, sepse na, kur kemi shku në fillimisht atje, të ushimi si tha edhe vlla Varani, ushimi ka qenë pak i për neve që ditëshëm edhe me njëherë kanë reagu ma të vjetrit, ne nuk kemi reagu në pikës pari, po ma të vjetrit kanë reagu, kjo ushim nuk është i mirë, nuk është i duar për me hangër, ai nuk ka qenë i përshtatshëm për ne, se për atë popull të atjeshëm, në atjetes të atjeshme, është ushim jo të quj ashtu loks, po ushim mesatar dhe shumë i mirë, po ne nuk ishim mësuar të hajmë ata, edhe ishke pak problematike të themi tani, jo se është ushim i mirë, se shumë ka qenë i mirë. Shumë, e hajshe atë ushim, ta në ditër mësë me hangër, asgja hiq, ishin ngopur. Edhe sa pak ishte e çuditshme, po është e përshtatur çdo gjë, çdo ushtim. Edhe çdo gjuhë që kalon Allahun në çdo vend të ndryshme, edhe xhallarët flasin atë çuna atë vend ku jetojnë, pse ashtu ka zgjedhur Allahu, edhe ushimin e ka zgjedhur për çdo vend, ashtu që ushqimet zakonisht edhe këtu në Kosovë ne kemi mujë me hasën probleme. Tash një ushqim që hau në shtëpinë time, për shembull diçka gratë me vaj. Po ka raste tjera në familje tjera ku e bëjnë me të lymë për shumë ushqim. Dallon, tjetër ku mush me hangër diku jo. Mandej ushqimi edhe te ne brenda Kosovës për qytet ndron. E lemat ndrosh kulturë, ndrosh vend, gjitha ato kilometra, atje është edhe tradita ndoshta e përdorimit të atyre erzave që e përdoren e këtu tek ne ato erza nuk përdoren, ndoshta aty. Bëhen fjalë për shije. Tash është shumë normale me shku në Itali që se në ushqime italiane. Tash do të thotë që ushqimet nuk janë cilësore, por shija e një duhet shumë. Unë jamjesha si shembull ndonjëherë e di për herë të parë kur kam hangër ulli në Turqi në 96-ën. Kur kam hangër ulli për herën e parë, ai thash ta kërkoj. Edhe jam çu e kum shku e kum hek, se s'mujta me hangër. Po tash pa ulli s'muj hiç, s'muj me najt pa ulli. Që është mësohet njëri. Është ka një supë aty që zakonisht ka qenë thuaj se e përditshme po se po edhe shpesht merxhumek. Merxhumekën ju keni ndëgjuar. Një supë shumë e mirë, shumë e shijshme. Po dikush se pëlqejke. E thash për ato që se pëlqen, ti çuditesh pse s'e pëlqen. Bëhet fjalë për shije. Ai i cili pak ka shije selektive, nuk i pëlqen çdo ushqim. Edhe tu si pëlqen çdo ushqim. E veçanërisht kur bëhet fjalë për një ushqim që është përgatitur për shumë njerëz, tash gjëra shumë mesele. Shumë mesele mira në tabiat gjithve. Po në parim, menuja mëngjesit ka qenë menu hoteli, me veze, mjalt, reçel, aerokrem, sup, fruta, longje, çaj, kafe, këto kanë qenë mëngjesit, e darka ka qenë gjella, ka pas mish, kofsha, pasull, që ne ka gëzu ma shumëti, me dhe pasull. Këto kanë qenë, do më thonë, ëmbëlsira, mirë ka qenë, relativisht, po është të shia njerëzve aty këtu ndonjëherë, dikush ka patur ndonjëherë. Dallon. Haxhi Ibran, kalojmë pak me juve. Ju gjatë kohës qëndrimit 3 javë pranë Çave, edhe në Çave edhe në Mekë, po edhe në xhamin e pejgamberit Medinë, vizituat shumë vende, pat shumë gjëra. Prej këtyre vizitave, çka më shumë ti pra ju kalon mbresa, qoftë ato vizita që keni bën në Mekë, po edhe vizita të tjera, qoftë ato që keni bën në mënyrë të organizuar, që ka organizuar Bashkia Islame, apo edhe personale. Mbresat më të mëdha janë që malli të rritet më shumë për atë vend. Mbresat më të mëdha janë që inshallah don Zoti nuk është e fundit. Nuk është hera e fundit që ju kanë atje, Allah inshallah ja mundson gjithë ata që nuk kanë qenë atje, po inshallah edhe unë shkoj edhe herave tjera se malli rritet më i madh. Kështu që vizitat sa më të shpeshta, ka mundësi me shkue, bile s'paku në umre. Me shkue me shiju e knatësit ati venit. Se cila vizit, për shembull, se cilën vizit që i kena bo, për shembull, në për xhamijet e ndryshme, për shembull, xhamien e Hendekut, xhamia me 2 kibla, se cili vend ka pas knatësinë e vet, i ke pa diçka të ndryshme. Po për mu emocionet më të mëdha janë kon për herë të parë kur kam pa Çabën dhe vizita te varri i pejgamberit alayhis salam. Ato kanë qenë vizitat, domethënë që më kalon mbresat më të mëdha edhe malli më i madh. Tash më duket mu
veç për shembull veç pse fytyrën nuk muj me pasë varrin e pejgamberit kur e kam vizituar më duket si e kam lënë aty edhe jam ala aty unë. Këto janë kon vizita domethënë që më kanë lënë mbresat më të mëdha, inshallah shkoj edhe shumë herë tjera. Inshallah. Haxhi Nuridin, po më intereson gjatë tërë atyre ditëve që keni qëndruar atje, padyshim që keni pas emocione të veçanta në raste të veçanta. Na përmend një rast që ka qenë emocioni i veçantë ose mbres që nuk ju del prej kokës juaj për derisa të jeni gjallë. Po tash nuk di si dhe me nda prej atyre që të them ajo më ka mbetë, kjo s'm ka mbetë. Ato janë të gjitha përbashkëta atje, çdo gjë mbetet që mos më harru deri sa të përfundon jeta në këtë botë e të vazhdojmë tjetrën, që shka caktu Allahu, Azza wa Jall. Po atje, ajo të cila më ka mbetë e paharrueshme, edhe më shumë nga të shpirtit tim, tregova që nuk e kam harru asë një qast dhe kam pas në mendje si unë ashtu dhe tjertë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, po kur kam pa qabën për herën e parë, ajo nuk hiqet nga mendja ime as nga shpirti im, po dhe nga zemra. Kështu që ne e kemi pa në për televizione, kemi pa turmat njerëzve, po t'jesh mesin e tyre është diçka krejtësisht tjetër. Ajo më ka lënë përshtypje të madhe kur unë e preka ato, thash, o Allah, thash ti mu më thire, unë do përgjigja, ti më mundësove që të vi unë e këto. Se pos deshe ti, unë nuk do të visha këto. Thash, sa i knaqër jam unë, qoftë i knaqër me mua, thash se unë jam aqë shumë i knaqër që më mundësove të vinë kaq largë për vendit tim me një lehtësim të madhë, krahasim me të atëhershme në kanë fjallën, që kanë qenë njerëz më të devotshëm, edhe më shumë kanë vujt, më sabër kanë pas, kanë fjallën durimin më të madhe kanë pas, kështu që na durimin pak më të vogël, më të humër, po prapë na mundson Allahu se është mëshirues, edhe më çoi deri atje e preka çapën, ajo ishte çasti i veçantë i jemi. Kështu që e dyta pikë që vjen me radhë, që nuk e harrojsh mas edhe një qast, ku shkumte, siç tha Haxhi Dibrani, varri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i dham selam, çum selavate, dhe na u duk pak hera parë, shkum herën e dytë, kështu që edhe tretën herë shkum dhe pak na u duk, dhe shpresoj që Allah të na mundsoj të shkojmë ta vizitojmë sa herë që është e mundur për ne, sa herë që ka caktuar hajër Allahu për ne, me shku atje, inshallah na mundson gjithmonë me shku. Po që nuk na mundson Allahu, çdo gjë që Allah e ndalon ose e lejon për ty ose e mundson, është hajër për ty. Nuk është humbje ose ti që mendon për shembull, kun kam humb apo si person se na jemi rob të gabueshëm, por Allah po na mundson një pasuri të madhe që të më ta fal krejt botën, ato ndjenja, ato kënaqësi shpirtërore, vallahi nuk mund me t'i dhon pasuria e krejt botës, as edhe një çast nuk mund me t'i dhon ato, po ta kesh këtë pasurinë e botës. Kështu që ato kënaqësi shpirtërore që më kanë mbetë në brendësinë time, nuk dalin deri në vdekje, ato jenë pasuria më e madhe ime e jetës time. Kështu që nuk kam pas pasuri tjetër më të madhe në jetë, as nuk di që muj me pas tjetër mbas asaj, që Allah më mundsoj mu me shku atje, me vizitua atë vend, një prej 5 shtyllave cila ka rëndësi të madhe për muslimanin. Muslimanin që do fejnë e vetë dhe është i dhënë pas saj, kështu që jam i lumtur me ata tepër, ajo është që kam mbetë unë në shpirtin tim dhe nuk del ajo asesi. Haxhi Dibran, dëgjum prej Haxhi Nuridinit, po ju ndonjë mbres, ndonjë ngjarje që keni pa, diçka që i ka mbetë ndoshta në krye edhe gjithë vizitorëve ose njerëzit kur kanë ardhur me vizitu, masi jeni kthy prej çapës, ju keni treguar ndoshta diçka prej atyne që ju ka duk interesant juve dhe nuk e harroni kur atë. Çka mund na përmendni sonte për gjithë të shikuesna? Po, kënaqësitë dhe mbresat Mux veç mi përjetu për shumë ku shkush në qabe, se knatësia namazit në harem, mrana, në borin e qabes, ka pas tjetër knatësi, ke një tjera emocione ke pas kur je falë në qabe, ofër qabes. E tjera knatësi ke pas për shumë kur nuk ke mund me hy për njerëzve e ke ngel në borin e qabes. Këtë tjetër knatësi, trupin ndjen emocionet vetë vetiju, emocionet janë tjera. Kështu që unë veç knatësi kom atje, edhe pse unë im koni pregaditet pse çikisht, se unë e kom ditë që po ndryshe regjim, po ndryshe vend,
Se regjimi I trupit është këtë tjetër ndryshëm, për shembull nuk është që ti ki me shku atje dhe ki me zgjedh, jo se unë kam me flaj që tu, unë nuk flaj me ata. Unë për këto senet e dunjos mua nuk më kanë pengue. As hotelis më kanë pengue, as ushqimi ku thanë edhe Orhan Efendia dhe Azhinur Edini që thanë ushqimi nuk më ka penguar mua, se unë më dash për shkakun me shkuë lukset e kësaj dunjos, unë shkoj zgjedhje hotelin. Nuk shkoj për shkakun unë me flet me 2-3 haxhin ku I më koni knasat dhe pse që unë flet me ta. Për knatësitë kësaj dunjos nuk më shkuën për shkakun për me hangur, me pi ose me pas shoqnin me zgjedh. Aty nuk kum pas me zgjedh, aty veç se kum këshyr më knaq me secilin për shkakun prej haxhinëve, për vllaznive aty kum këshyr më knaq në çdo çast, çdo moment. Me shfrytëzue asnjë vend për shkakun mos më hik pa. Me të vërtet, Orhan Efendi, që shpa të regojnë haxhit, pra, po edhe shumë të tjerë kemi dëgju fjalë të mira, pra, qoftë për organizimin, po qoftë edhe për përjetimin e tyre. Prandaj edhe unë ndita veten, pra, si I obliguar që t'ju ftojmë sonte në këtë studio, sa do pak t'ju të regojmë edhe këto emocione t'i shfaqim para njerëzve. Për në fund, Orhan Efendi, të marrë një mesazh për juve, për gjithë ata që siç përmendën Haxhi Lerti, Haxhi Nuridini dhe Haxhi Dibrani, ndoshta e shtyn haxhin prej vitit në vit për shkaqe personale, I kanë arritur ato mundësit I kanë, cili do të ishte mesazhi juaj për organizimin e haxhit se si vjen për përgjithësi, ju si udhëheqës se ju ka rënë bara ndoshta më e madhe të interesoni për çdo njërin, jo s'mu ky, jo pehan këtë shim, s'un pehan, jo si pëlqej dhoma, gjëra të tjera që ndoshta organizatorët dhe udhëheqësit I bën shumtën e raste mbi krye. E di që shumë kush I ka mundësit me shku në qabe, po s'shka. Dikush e gjen një arsye apo tjetër, jo s'ja kom nisë më falë, jo alas kam edhe që të obligim jetësor me krye, jo atë tjetën, jo këtë tjetër, dhe kjo derë nuk nalët kur e obligimeve që njëri I ka një jetën e përditshme. Por se shkurja në vendet e shenjta, në qabe, edhe ai cili nuk është praktikues I 5 kohëve të namazit. Edhe ai duhet të shkoj. Unë bile këtë kategori do të aftoja në më të veçantë. Pse? Se këta shumë mirë, edhe Haxhi Nuridini dhe Haxhi Dibrani, po edhe gjithë haxhit e tjerë të grupit tonë dhe të Kosovës. Sado që mujmë me shprej disa ndjenjat, disa përjetime atje, përsëri pak kemi fjalë që mund t'i shprehim. Pse? Sepse njeriu kur e nin thirrën e zonit në qabe, neve na ka rastis ndonjëherë në kohë të sabahit për shembull. Edhe I shohësh qindra mira njerëz, miliona njerëz janë çu, secilin vrap me shku me zonë vend mu fal. Subhanallah thush, që dhon dikush para atyne që po ngazin sa shumë. A ku gjithë kanë shpenzu pare me shku që aty. Edhe është pak një trans shpirtëror ku na bën neve mundi jo rëndëm që është ndimin jetën fenomenale, po pak sikur kemi dalë për tek kësaj dunjaje, sikur kemi dalë në ahiret, edhe në ditë para Allahut po shkojmë gjithë në të bëjmë mahsher. Është një ndjenjë që guër me qenë e ja lënë zemrës njerit. Skalitët edhe nuk shlyhet. Është mbresë e pashlyeshme për jetë. Edhe nëse dikush nuk është praktikues I 5 vakteve të namazit, I fesë, I rritjeve fetare, unë do të thoja në ta merre guximin nëse I ka mundësi le shkoj atje. Edhe do ta shef se Allahu ka dashur. Në Kur'an na ka thonë fitrat Allahi allati fatara an-nasa 'alayha. Islami është një natyrshmëri në cilën Allahu I ka krijuar njerëzit. Është një natyrshmëri që Allahu në këtë natyrshmëri I ka krijuar njerëzit. Që do të thotë se në brendin e secilit është një magnet hynor me përmbajtje të besimit qiltër në Allah. Dhe ky besim do ta pres momentin e aktivizimit. Unë e di që plot njerëz
kalon një periudhë kur aktivizohet kjo ndjen besimore, ai mallkon vetveten pse ka kaluar këtë periudhë pa qenë praktikues, pa qenë një besimtar sinqert. I bie peshmonet pse s'ka vepruar më herët, pse s'ka shkuar më fal më herët. Po ja që ajo ndjenja që po quj akoma pasive të disa njerëz, vjen një moment që duhet aktivizohet. Edhe rast ideal është në Qabe. Me shku në Qabe, kushdo që shkon, edhe nëse s'është praktikues, si nuk prish punë, mund të shkon secili, është musliman, i cili nuk e kundërshton Kur'anin, nuk e kundërshton Sunetin, nuk e kundërshton pejgamberin alayhis salam. Nuk e kundërshton haxhin, nuk e kundërshton namazin, edhe pse s'është praktikues i tyre. Mund të shkon në Qabe. Dhe kur do shkojnë në Qabe do të bindet, se na kemi pasur raste gjatë bisedave me komuna tjera, edhe të senatyre kur njerëzit kanë ardhur me një qëllim afirmativ për Qabën, për ibadetin, por ja që ata janë kthyr me mbresa të jashtëzakonshme. Tash, ai përfytyrimi, ai observimi që na vjen nga ajo atmosfera impozante e ibadetit të jashtëzakonshëm në Qabe, ka reflektuar në atë magnetin e mbrëmshëm në shpirtin e njeriut që gjendet. Edhe është bën ky kombinim, kjo lidhje qelikt që nuk mund të kputet asnjëherë më. Se secili njeri këtë ndjen aktivizohet, është një moment që aktivizohet, se mbi të gjitha në Qabe hiqet me një madhësia. Gjithë jemi të barabartë. Nuk ka grada, nuk ka pozita. E kemi vesh një petk pjesës së sipërme dhe pjesës së poshtme, bardhë jemi bërë gjithë njësaj. Nuk ka dallim mes ngjyrash. I shohësh gra, burra, tri, pleq, të moshuar, të vegjël, të mëdhenj, trash, të holl, në gjitha shtresave, të gjitha kategorive, nga gjitha anët e botës, janë bërë si vëllezër. Vjen koha namazit, tjera zoni, bën krah në krah, bashkohen, secili në buzëqeshje, secili me shpirt altruisti, të përkrah njëri me tjetrin. Ka raste kur edhe ndonjëherë vjen deri te ndonjë lëndim i vogël, po aty nuk as që shkon benja me të met hatër pse më shkeli, ose pse ma zon rrugun, ose pse aso. Se gjithçka bëhet me një rutinë, jo me paramendim. Edhe janë momente që njeriu që shtan edhe këta haxhi që po ta knasin ti dëgjoj, pasi që është shumë e rëndësishme ti dëgjojmë këta, veç se mund mi përjetuar. Dhe kushdo që e përjeton, ai do të jetë njëri më i lumtur në këtë botë. E ka pasunin. Mund të jemi milioner, po knasi të mos kemi. Jemi shumë lazëm për knasi. Edhe knasia e haxhit është knasi e udhimit jetësor, që njeriu me mallin e Qabës, me mallin e xhamisë pejgamberit alayhis salatu wasalam do të bjerë edhe do të çohet, edhe do të jeton, edhe do të hajë, do të udhtojë, do të rrugtoj deri sa ka shkuar i madh Zot xhelashanu. Orën Efendi, ju si udhëheqës e haxhive të Këshillëve Islame në Prezan, Haxhi Nuridini, Haxhi nga Prezeni, Haxhi Dibrani, gjithashtu Haxhi Dibrani nga Prezeni, ju falenderoj që sonte pra ishit me neve dhe me gjithë të rishikues që sa do pak me vërtet nga këto fjalë që dëgjuan, nga emocionet e juaja që deri diku ndoshta i shprehet, por ka raste kur nuk mund të shprehin emocionet brenda 40 ose 50 minutave, se është kohë e shkurt për përshkruar diçka që as lapsi, as librat nuk mund ta përshkruajnë atë kënaqësinë e zemrës. Është më së vërtet kjo. Ju falenderoj edhe një herë në emër timin personal, në emër stafit të BE-s, në emër të Këshillëve Islame pra për kohën që gjetet dhe sadopak u bëm të afër gjithë teleshikuesve tanë pra këtë udhtim të haxhit, u tregum ato emocionet tona, ndjenjat tona, u tregum çastet e lumturisë dhe gëzimit. Faleminderit gjithë. Të nderuar teleshikues, është momenti më i mirë kur njeriu i drejtohet Allahu xhallashanuhu me lutjet e tij më sinqerte për kërkim të faljes, për kërkim të faljes gjunaheve, për kërkim mëshirë nga i Madhi Zot, për kërkim magfireti dhe falje dhe hyrje për të merituar xhenetin e Zotit. Prandaj, gjithë ju që keni bënë jetë dhe vendosni që ta bëni haxhin dhe i keni plotësuar gjitha kushtet, ashtu siç ishte pra edhe këshilla e haxhilerëve të ri, haxhillëkën mos ta vanoni ta kryeni sa më shpejt, nuk ka vështirësi, nuk ka as pak
vështirësie, mirë po momentet kur neve do të arrijmë që të udhtojmë dhe të bëjmë një jetën të shohim se Haxhilloku është ndoshta puna më e lehtë që e bëjmë. Prandaj, me lutjet më sinqerta tek i Madhi Zot, për pranim të çdo duaje, çdo lutje të secilit që ka bërë, në veçantë këtyre haxhilerëve të cilët kanë qenë ato toka të shenjta për lutjet që kanë bërë për vetët e tyre, për familjet e tyre, por duke mos na harruar edhe neve, lutim edhe neve të Madhin Zot që me mëshirën e Tij të na bëjë rahmet, me magfiretin faljen e Tij të na mëshirojë dhe të na falë mëkatet tona, dhe me shpresë tek i Madhi Zot që vitin e ardhshëm hijri, pra vitin i cili po na vjen në ditën e diel, Allah xhallashanut na bën një vit sa më të mirë dhe më të ndritshëm. Ju përshëndes, me përshëndetje më të mirë, unë Faruk Kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Faleminderit.